Edhe unë jam kohën lojtar, lojtarët e Kosovës krejton jashtë të lutë, krejton profesionista. Po na e rëndohë që e përjeton lojën para loje. Atë natë që flenë, natën e fundit, e përjeton lojën e sene, jonë gjithë shka që ndikojnë në lojën, në aktivitet, ashtu që është duhet. Na upëm për Turqisë, Turqia e dopt për mu. Une, jo me neve, edhe me Rumaninë që lujtën para, si me lujtë me neve, e këshyrat lojnë, edhe aty fitun 1-0, por më do këndopt, jo agresivitet, jo kur gjë. Edhe thash, shodha lujnë edhe me neve kështu dopt, po të besim, po unë nuk mujtë me gjithë atë kontinuitetin e lojës. Patëm atë rastin ideal, kur këtë djalosh i Aslanja, po, shëtoj mjaft mirë, po portieri mjaft mirë e mbrojti, e shtylla e pështoj. Kështu që o humbëm ndoshta nga aspekti jam, minuta e 55, 0-1 bu. Do me thonë me vazhdime, edhe gjysore loj. Gjysore lojën mjaft, sa dusha, po sa mi. Une i kësha lujt hazard me 3 shpica për asoj momenti. Nuk ka lidhe apo upi 2-0-3, është eliminim. E reziku për me pësu më shumë? I kësha riziku me 3 shpica. E kësha shti edhe Ramonin, edhe Aslanin, edhe Vedotin me 3 shpica. Do shta pja për përmenimin tanë tash. Po vlasën. Nuk u bo, por jeta vazhdon, futbolli vazhdon, vina pet ato kvalifikimet, sfide, jo kampionati për Evropiane sene, aron, po me vërtet ka qenë një rasti ideal, një rast fantastik për shtetin tonë, për reprezentacionin